Në komunat e Shkupit në Manastir, Tetov dhe Koçan, sot në mëngjes është ndotur ajri. Stacionet e matjes tregojnë koncentrime të grimcave PM10 prej 120 deri 230 mikrogram në metër katror. Ndotja gjithësisht koncentrimet janë më të larta gjatë orëve të pasdites dhe gjatë natës. Kështu në Tetov maksimalisht janë matur 553 mikrogram, në Karposh 400, Qendër 350, Lisiqe 320, Rektorat dhe Miladinovc nga 250, Manastir 200 dhe Koçan 144 mikrogram në metër katror. Nga ana tjetër, qytetarët e Tetovës janë ankuar se ndotja e ajrit ndikon shumë në procesin e frymëmarrjes, sidomos tek fëmijët, tek gratë shtatzëna dhe tek më të moshuarit, ku ftojnë organet kompetente që urgjentisht të marrin masa konkrete në zgjidhjen sa më të shpejtë të kësaj dukurie e cila po na vret, madje ata janë shumë të revoltuar. Po shifë, ndotja e ajrit është një element ku mundson shëndetin e personave, fëmijët, ato që janë me sëmundje të moshkrive. Prandaj edhe duhet me ndiku organet që ta eliminojnë këtë ngjarje, këtë dukuri që po e përcitim sot e kësaj dite në për këtë territorin tonë, për këto fushgro, pse me ndryshimin e klimës, me ndryshimin e temperaturës, ndryshojnë edhe këto elementet cilët ndikojnë negativisht në vetë organizmin e personit, njeriut. Prandaj organet duhet ndikojnë që këtë dukuri negative ta eliminojnë. Cëllës muhen pindosën e ajrit. Shkojnë në për spitale, shkojnë u ndikon cëllëve. Në të mëdhive cëllëve. Pindosën e ajrit. Kemi e ma qesh duhet të i venë filtera. Po nuk është mirë për asken, ma tepër për fëmijët, për nanat, për gjithësi. Nuk ka ndotje të ajrit në Tetov. Unë se di pse s'ka ndotje. Ma shumë duhet të lishojnë pak ata filtera, duhet t'i ekin krejt, në mbysin ma shpejt pak, se kështu nga dalë s'është në rregull. Lumë të atyne ma shumë duhet të ndotim ambientin. Sa ma shumë të ndotim, ma shpejt do vdesim edhe jemi rahat. Çaj duhet këti populli ajri pastër? S'lufton për ajrin e pastër, s'lufton për kur gjo, let flenë, ju lumë popullit, bravo edhe atyne që u dhejqin, shumë rregull. Vretje për ndotje në Tetov kanë edhe studentët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që studiojnë në Tetov. Hi, I'm from America. The air pollution here in Tetov basically bothers me a lot. Unë në Tetov kam ardhur për të studiuar, këtu jetoj, por prej se kam ardhur e ndjej se ajri këtu është vërtet i ndotur, pasi që mban një erë të rëndë. Edhe pse nuk jam konsumues duhani kohëve të fundit ndjej se kam probleme shëndetësore, pasi që nuk mund të marr frym lirshëm. It is a big problem because a lot of people do smoke here and mendoj se vërtet është një problem i madh dhe në këtë ndotje mendoj ndikojnë shumë faktorë të ndryshëm, si veturat e shumta që qarkullojnë nëpër qytet, të cilat lëshojnë një tymë të zi, por edhe fabrikat që funksionojnë pa kurfar standardesh. Smog in the air around some factories leaving some hazardous toxins in the air and they're right close to like neighborhoods where families live at, which is, I think, unhealthy for the little kids that are maybe outside. But the cigarettes in general, I don't think it's a big problem unless they litter on the floor somewhere. Në rast të tillë, Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti për Shëndet Publik i Republikës së Maqedonisë rekomandojnë lëvizje të kufizuara dhe aktivitete në sipërfaqe të hapura të popullatës më të rrezikuar, fëmijë, persona të moshuar, të sëmurët nga sëmundjet kronike të mushkrive dhe sistemin e enëve të gjakut, me rrezik të posaçëm për të sëmurët nga astma e mushkrive, por edhe për personat të cilët angazhimin e tyre profesional e ushtrojnë në sipërfaqe të hapura në zonat perëndimore të qytetit.